Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne si bashkëdhetar, si çdo pjesë e diasporës shqiptaro-amerikane, jetojmë me zhvillimet e ngjarjeve të ndryshme politike, ekonomike e sociale që ndodhin në Shqipëri. Ka 2 javë që Shqipëria po zgjen, të paktën Tirana po zgjen me protestat të pandodhura më parë në këto 35 vjet, me protestat të organizuara jo nga forcat politike siç jemi mësuar deri më sot, por të organizuara nga një masë popullore e cila ndjehet e papërfaqësuar e denigruar nga qeveria. Protestat nisën në të ashtu quajturin revolucion të tyre zogjve, si do që t'i quajnë, por rëndësishmja është që këto nuk janë protesta nisën nga një motiv, por janë protesta cilët janë ndjerë dhe në diasporë, por prapa tyre janë shqetësimet dhe shpreja e pakënaqësisë të një popullate të zakonshme, sidomos të gjeneratës Z, për gjeneratës Z, që ndjet e papërfaqësuar në drejtimin politik dhe ekonomik të vendit. Jo më kot, slogani kryesor është Rama në burg, Berisha në burg. Kam këtu në studio Reginaldo Nazarkon, i njohur në emisionet tona për komentet e ndryshme për politikën e brendshme dhe t'jashme amerikane. Kam këtu mikun ton Alban Shaden, i cili është një aktivist i komunitetit, merret me çështjet edhe të problemeve të zgjedhjeve, shmarr me problemet e zgjedhjes së diasporës, por ishte edhe nismëtari i një, si thuash, proteste të organizuar këtu në Michigan, së bashku me të edhe Eri, pra Eri Muça, një djalë tirone, si po e prezantojmë, i cili merret me një kompani të madhe të cilët prodhojnë software për diagnostikimin e makinave. Por kemi ardhur të gjithë këtu me shqetësimin e madh të shprehim opinionet tona, qëndrimin ton me atë çka po ndodh në Tiranë. A ishte kjo e pritur për secilin prej jush? Dua opinionin e secilit. Okej, po e filloj unë. Unë mendoj se kjo ishte një shpërthim i një mlefi të akumuluar jo vetëm 13 vitet e fundit në gjithë Shqipërinë dhe shqiptarëve, por 36 vitet e fundit. Një mlef, një padrejtësi të akumuluara gjatë gjithë këtyre viteve, shpërthyen dhe si të thuash, shkrepsja ishte momenti kur ai person u tërhoq në Zvërnec në ditën e diellit në sy të policisë nga disa banda. Ajo ishte aty, mendoj siç unë edhe shumë tjerë shqiptarë tjerë me mira kanë menduar ai mund të isha unë. Aty pan veten e vet. Kur shteti jot të tërheq zvarr në mes të ditës në sy të policisë, mendo se çfarë të bën shteti jot kur nuk ka kamera, kur nuk ka dritë, kur nuk ka polici afër. Prandaj edhe ne jemi solidarizuar me protestat në Shqipëri dhe e mbështesim këtë protestë. Ju si e shihni pjesëmarrjen e Brezit të ri, Eri? Pjesëmarrja e Brezit të ri është një gjë kyçe kësaj lëvizje. Pse? Sepse e shikoj që ndihen të vjedhur, të mërzitur edhe të pa reprezentuar. Në këto 3 pika do të thotë që edhe ardhmja vetë në pikpyetje. Jemi një kom që në këto vitet e fundit është të quajtur demokraci, nuk e kemi fituar akoma të drejtën për të qenë në një vend demokrat. Duket më shumë si një vend jo demokrat, një vend që është i organizuar në pole partijake, edhe për interesat ngushta ecën vizioni vendit përpara në vend që qeveria dhe politika të përfaqësoj popullin edhe brezin. Brezi i ri është zemra e një vendi, edhe ndoshta ka ardhur koha që mjaft është mjaft, edhe kjo protest po e tregon sa më qartë, jo vetëm brezin tani, po edhe në gjeneratën tjetër që po vjen, po shikoj që të gjithë janë duke u përfshirë sa më shumë në këtë lëvizje, sepse duan të dëgjohen, njerëzit janë të lodhur,
Dhe nuk duan të ndihen të vjetër, duan të ndihen që janë pjesë e diçkaje më madhore, sepse ky brez që ne jemi është në të vërtet motivimi është të jenë të ndihen që janë pjesë e një lëvizje madhore, të jenë pjesë e vendit dhe të jenë pjesë e të ardhmës së atij vendit. Edhe për këtë gjëra po ngremi protesta patjetër. Me Reginaldon, protesta nisi si një protestë ambientaliste, si një protestë për flamengot, apo ishte preteksti? Unë kam opinion tjetër për nisjen e protestës. Nuk besoj se flamengot ishin në qendër të vëmendjes, sepse projekti ka 2 vite që është shpallur në ram. Po të ishin flamengot arsyeja, nuk do të kishte pasur, domethënë, lëvizje popullore edhe para kësaj. Po sipas opinionit tim, duke u bashkangjitur me opinionin e Albanit edhe të Erit, kishte disa fitila që u ndezën, edhe që erdhën bashkë, edhe që krijuan këtë mlef popullor. Fitili i parë dhe kryesor është ai çka thanë bashkë biseduesit e mi, domethënë mërzitja popullore të këtyre jo 10 viteve, jo një 35 vite demokraci në thonjeza, ta themi, është oligarki, nuk është demokraci, sepse është si punë tenisi, domethënë merr topin ti e ta marr prapë unë. Nuk ke lojtar tretësor në mes. Ke këtë parti dhe atë parti. Dhe beneficiarët e tyre respektiv. Kjo është, domethënë, arsyeja kryesore që populli shqiptar është i mërzitur me këtë klasë politike. Dhe është, me sa di unë, ndoshta ju mund të korrigjoni, protesta e parë që kam vërejtur, e cila shënjestron të dy krahat politik, jo njërin ose tjetrin, jo pushtetin, jo opozitën, po edhe pushtetin edhe opozitën bashkë. Si një uniparti, le ta quajmë, një parti e bashkët, domethënë që përçan edhe ndan popullin shqiptar për interesa vetjake oligarke. Fitili i dytë është klima ndërkombëtare, sipas mendimit tim. Klima ndërkombëtare që është prodhuar sidomos pas luftës në Gaza, pas marrëveshjeve që u bën në Gaza me situatën që po ndodh në lindjen e mesme, ka vënë në shënjestër administratën Trump, sigurisht, ka vënë edhe në shënjestër lëvizjet e ndryshme izraelite që po bëhen në mesdhe. Dhe Shqipëria në këtë pikë nuk është rasti i izoluar. Do me thënë, ke Qipron, që ka të njëjtat probleme, ke Greqinë, edhe Gazën, siç po bisedoni pak më përpara, një nga idetë që kjo administratë po sugjeronte është ta ktheni Gazën në rezort. Ajo çka, do me thënë, endezi atë makinerinë e protestës popullore, ishin rrjetat që u vunë në Zvërnec dhe transparenca, ose lack of transparency, kur i thonë këtu, që nuk ekzistonte se kush janë këta investitorë, për çfarë arsye zgjodhen Shqipërinë dhe çfarë lloj projektesh do të zhvillohen në Shqipëri. Këto fitila të vëna bashk kanë krijuar ato që po shohim sot. Madje edhe kryeministri Rama thotë nuk ka projekt akoma. Kjo është qesharake, se projekti ka 2 vite që është shpallur në gazeta ndërkombëtare, në media. Jo, madje thotë që është një investim $4 milion, kur s'ka projekt. Nga vjen ky investim? Kjo është problemi, sepse thëmë nuk ka projekt. Në të njëjtën kohë kemi një zonë të rrethuar me tela me gjema, që bëhet një studim i tokës dhe ambientit. Besoj ato studio nuk ka nevojë të ruhen me tela me gjema për të bërë një survey të tokës edhe geologët të bërë. Patjetër, kështu që aty është diçka që nuk është diçka transparente. Edhe kjo është problemi thelbësor në anën e nuk është thjesht Zvërneci, është e gjitha, sepse kjo gjë ka ndodhur në shumë raste të tjera në Shqipëri që kemi Green Coast, ishte në të njëjtën linjë, do hapen vende pune, do bëhet kështu, do bëhet rrolli që po. Ishin çfarë ndodhi atje? Asgjë. Janë bërë një 400 vila dhe jetojnë ca pasanik edhe kaq. Pastaj ishin incineratorët, u kalua një ligj
emergjent që basically do t'i bënim sa më shpejt, ku janë incineratorët? Kemi ndonjë incinerator që punon? Edhe kjo puna e Zvernecit është pak interesante sepse po del në një mënyrë shumë të shpejtë, në një mënyrë jo të pastër, që ky investim është investimi i jetës për Shqipërisë. Unë se besoj këtë gjë sepse nuk ka ndodhur ndonjëherë në një vend kaq vogël të jetë një investim kaq i madh saç bëhet fjalë shpesh sidomos për këtë sa metra katror sipërfaqe është Zverneci. Kështu që aty ka vjedhje. Duhet ta themi, aty ka vjedhje sepse kush janë pronarët e tokës, si po trajtohet kjo gjë. Në bazë të kësaj duhet të ecim në hapat e tjerë. Edhe po mos kishte vjedhje, nuk do hynte Spaku. Pse hyri Spaku? Hyri për këtë gjë. Edhe Spaku ka nxjerr edhe elementët kriminal që lidhen me blerjen e këtyre trojave, sipas atyre raporteve të fundit, edhe kompania Landings që kishte lidhje edhe me këta financuesit sheikët. Po pra. Edhe kjo kompani ka problematika me lidhje kriminale, tash si del që gjithë ky investimi i madh që do ndryshonte fatin e Shqipërisë është mbi një bazë kriminale, apo jo? Po, ku është ky investim kaq i madh? Nuk e ka parë kush. Ku janë këto shifra që po flasim, këto vende pune që po hidhen lart e poshtë? Ku janë që njerëzit i shikojnë, të lexojmë dhe të kuptojmë? Ku janë? Albani? Ne si diasporë që jetojmë perëndim, jemi pro investimeve, jemi kapitalistë. Ne jemi pro investimeve perëndimore në Shqipëri, aq më tepër amerikane. E aq më mirë edhe nga familja Trump, që është brand internacional. Ne jemi pro investimeve, po ne jemi pro transparencës, sepse duke bërë transparencë, aktorët kriminal nuk mund të afrojnë dot. Dhe fatkeqësia që ka ndodhur me disinformimin në media, për shembull the left-wing media, mediat e majta, si në Amerikë, si në Europë, dhe agjenturat ruso-serbe ose armike të vendit tonë, i japin akoma më eko këtyre mediave të majta, duke e portretizuar këtë protestën shqiptare si një protestë e popullit shqiptar kundra familjes Trump. Jo, kjo nuk është e vërtetë, kjo është gënjeshtër. Populli shqiptar është shuar kundër korrupsionit klasës vjetër politike, jo kundra investimeve. Ato me mira shqiptarë dalin në rrugë sepse kanë padrejtësi në kurrizën e tyre, ose të prindërve të tyre, ose fëmijëve të tyre nga kjo klasë politike. Nuk kanë asnjë lloj padrejtësie ndaj shtetit amerikan ose investimeve amerikane. Por më tepër, familja Trump ose një investitor i madh amerikan nuk ka nevojë për një ishull shqiptar. Ato mund të shkojnë të blejnë një ishull kudo në botë. Easy, shumë thjesht. Por unë mendoj që Edi Rama ka nevojë ta shesi ose të bëjë një lidhje me familjen Trump që ta përdori kundra si kundërpesh ose si free card nga burgu. Domethënë që ti thot Spakut mos hajde me marrëstu mu sepse unë kam lidhje e kam mirë me Trumpin. Domethënë Edi Rama ka shumë nevojë të bëjë lidhje me familjen Trump. Jo familja Trump për ishull. Ato mund të blenë çdo ishull, kudo që të kenë shef. Tani, me që jam marrë gjëre gjatë edhe me politikën e jashtme amerikane, në këtë mes, a është kjo një lëvizje kundër Trump, siç përmendi Albani që shihet në mediat e majta botërore, The Guardian ose të tjera, edhe brenda amerikane? Jo, Associated Press të tjera. Mediat e majta po take advantage, po shfrytëzojnë rastin me sulmu anën republikane, anën e Trump, po shfrytëzojnë rastin. Okej, është e qartë. I erdhi rasti në dorë. Erdhi rasti, po si thuaç, po japin eko një të pavërtetë. A është kjo një revolt anti-Trump në Shqipëri, mos pranimi investimesh? Nuk do ta klasifikoja si revolt anti-Trump, po siç është ajo shpreha ku ka tym ka zjarr. E vërteta e thjesht është që familja Trump është domethënë vjerri i Jared Kushner.
Kjo është, nuk ka punë familja Trump, s'është investimi i Trumpit, është investimi i Jared Kushner. Do me thënë, nuk ka nevojë të spekulojmë, duhet vetëm të shkojmë tek intervistat që Jared Kushner dhe Ivanka kanë dhënë personalisht, ku e shpjegojnë se si e gjetën Sazanin, nëpërmjet kujt e gjetën Sazanin, Nat Rothschild, që është një nga personazhet më kontroverse, sidomos pas Epstein Files, që dolën në kohët e fundit, ku kjo familje është përfshirë në një ndërlidhje të madhe, do me thënë bankiere ndërkombëtare, dhe nuk është, do me thënë, kjo është pika kryesore. Shqipëria nuk është rasti i izoluar, siç e theksova, është një rrjet i madh mesdhetar që po ndërtohet nga Kushnerat dhe partnerët e tyre. Nuk është vetëm ke Çipron që duhet t'u kthemi investimeve. Nuk është revolt anti-Trump. Nuk është revolt anti-Trump. Kjo është pjesë e revoltës, është pjesë e protestës, ose pjesa që i pëlqen të majtës ta shfrytëzojë. Po, edhe me thënë të drejtën, kjo do me thënë kjo është politika. Kanë arsye ta shfrytëzojnë edhe shfrytëzojnë mirë. Pse? Sepse edhe këtu po ndodhe njëjta gjë. Ke oligark, do me thënë, ja ku kemi guvernatorin e Michiganit, ku 2 ditë më parë u kap në hot mic me CEO-n e Oracle, një nga kompanitë e inteligjencës artificiale, duke thënë që ne jemi mësuar me njerëzit që të thonë F no, fjalën e pisët, edhe ta bëjmë gjithsesi. Nuk e çajmë kokën se çfarë thon populli, domethënë. I tha troç, për këto data centers që zhvillohen në Michigan. Ishte lajm që duhet bëhej lajm i madh, por nuk e publikoi asnjë medie lokale. Përveç disave. Dhe kjo është e njëjta situatë, domethënë, i njëjti thelb i pakënaqësisë popullore që gjen si në Shqipëri, si këtu, si në Idaho, ose në Utah që po bëhen ato town halls të ndryshme që politikanët nuk përfaqësojnë transparencën që duhet të përfaqësojnë. Mirë, në rregull, po shiko, Shqipëria është një vend shumë i vogël, edhe shumë i paranësishëm në aspektin global. Flasim atë që është. Po ta shikosh, kjo politika e këtyre viteve të fundit është qesharake. Pse është qesharake? Duket sikur partitë politike flasin në anën makro, jam me të fortin e lagjes. Është e pabesueshme dhe e paimagjinueshme që me fjalë një vend kaq i vogël sa jemi neve, që nuk kemi çfarë ofrojmë në makro, të jenë kaq të lidhur presidenti i Amerikës, të kërkojnë thelat vendit tonë edhe këto lloj lëvizjesh. Jetojmë akoma në një vend që e krijojmë edhe e quajmë politikën edhe pushtetin personal. Nuk është ashtu, pushteti është ndryshe, sepse nuk është Shqipëria e kryeministit, cili do qoftë ai që është kryeministër. Edhe këtu nuk është Amerika e presidentit, cili do qoftë president. Domethënë ka ligje, ka rregulla loja se si luhet. Edhe nuk është thjesht Trumpi është emër bombastik, edhe kjo është një reklam bombastike që njerëzit me fjalë e preferojnë të flitet. Majtas djathtas të janë, dhe duhet ta largojmë këtë me thënë drejtën nga çfarë po ndodh në Shqipëri, duhet të fokusohemi më shumë cila është e vërteta që po ndodh në Shqipëri e çfarë do të bëjmë. Kjo është e vërtet, po ende lëvizja sot është dita e 14, vazhdon me të njëjtin ritëm, po unë dua mos shndrohet si ato shëtitjet e dikush me të bashës në bulevard. Unë dua që kjo lëvizje të nxjerrë drejtues politik, se pa një drejtim politik nuk mund të presupozohet ndryshime që kërkojnë. Shumë e drejta, dëgjoja Blendi Klosin që tha pothuajse po të njëjtat fjalë që është një protestë paqësore, është bërë një shëtitje për familjet. Nuk është e vërtetë. Populli është, me thënë drejtën, protesta po rritet për ditë, do rritet për ditë, do vazhdoj do rritet për ditë. Kjo protestë do ecë shumë përpara, duke mbledhur më shumë njerëz, sepse populli është i pakënaqur. Jetojmë në një kohë dhe në një sistem në Shqipëri që jemi me 2 parti. Edhe këto 2 parti janë të njëjta me njëra tjetrën. Pse janë të njëjta me njëra tjetrën? Po ta shikojmë vitin 2008, kur arritën bashkëpunimet me një tjetrën, janë parti që nuk kanë zgjedhje brenda, janë parti me një lider, janë parti kult që lideri adhurohet, nuk pranohen mendimet e tjera, edhe këto 2 parti
krijojnë këtë pakënaqësi në masë të popullit. Kemi një elektoral gri që është shumë i madh. Edhe këto dy parti në gjithë të vitet e fundit në këto zgjedhje që janë krijuar rreth 20 vjet e fundit, nuk kanë arritur të marrin numrat mëdhej të partive gri. Edhe po ta shikosh në protestë, ke nga të gjitha ngjyrat, edhe protestat pa polarizuar nga ngjyrat partijake. Është protestë thjesht edhe ka një gjasje edhe me 91-shin, se edhe në 91-shin, pse dolën njerëzit në protestë? Ishin të vjedhur. Nga çfarë ishin të vjedhur? Nga e drejta për të jetuar. Edhe tani jemi të vjedhur nga e drejta për jetuar. Edhe po kërkojmë vërtet demokraci, jemi shumë mbrapa, kërkojmë thjesht demokraci, sepse me këto parti që kemi, nuk mund të ta arrisim dot. Janë e njëjta histori të dyja. Edhe partitë e vogla që janë rreth e rrotull kësaj proteste që kapin. Aty është kapin, llapat me shok. Ato kanë treguar jo seriozitet, jo vizion të lartë, edhe mbi të gjitha janë parti lokale, edhe në zgjedhjet që u bën, ishin me zona të fokusuar, nuk mund kishin dot një platformë që me fil ta reprezentonin vizionin në barë vendin. Kështu domethënë janë parti që du 20-30 vjet ndoshta mund të kthehen në parti elitare, po çështja është ka Shqipëria 20 vjet? Nuk ka. Ne duhet të ecim përpara, duhet të vendosim tani. Kështu që kjo protestë do ngrihet më shumë. Reginaldo, mendoni se fakti që nuk ka një leadership protesta, e pengon zhvillimin e mëtejshëm të protestës, apo kthimin në lëvizje politike, apo shmang një farë korruptimi që mund t'i bëjë Rama? Do me thënë, varet nga rrjedha e protestës, sipas mendimit tim. Pse? Sepse e mira e një lideri, do me thënë, është që mund të flasë si përfaqësues i kërkesave popullore, mund të ketë një farë drejtimi, një farë vizioni, një farë energjie që ai lider mund t'i japi. E kundërta është që ky lider mund të jetë i sabotuar lehtësisht, ose mund të jetë edhe i implantuar, kur i themi. Ka pasur përpjekje, i kemi vënë re të gjithë që edhe siç po zhvillohen protestat, ka pasur përpjekje nga disa individ, si partijak, si gri, mund t'i quajmë, nuk e dim se nga vinë, që janë përpjekur të marrin mikrofonin e protestës, edhe ta udhëheqin, domethënë ti fol, ti mos fol, ti ngri këtë plakart, ti ngri këtë. E bukura e kësaj proteste është që është organike. Kjo nuk do të thotë që nuk ka njollosje, ose nuk do të ketë njollosje, do të ketë, edhe do të ketë akoma përpjekje si nga agjentura e brendshme, si nga agjenturat e jashtme. Por, nëse qëndron organike, nëse, le të themi, ndoshta... E vetëdijshme, ndoshta. E vetëdijshme, do me thënë, por duhet ketë edhe një farë vizioni të përbashkët. Ndoshta mund ngrihen disa komitete të ndryshme, jo një komunitet vetja. Ndoshta mund të bëhen town hall-e në protest, ku njerëzit mund të flasin, ka shumë struktura të ndryshme demokratike që mund të ndërtojnë për brenda protestës për t'i dhënë një farë drejtimi. Mirë, shiko, është pak herët për atë punë, sepse radhë parë populli është i pakënaqur, populli është i vjedhur, edhe ngrihet në protestë. Edhe në 91-shin kur ngrihet në protestë, nuk e dinin ç'do të ndodhte më mbrapa. Kush ishte? Ashtu dhe. E rëndësishme është që njerëzit ngrihen. Edhe protesta ka kalu atë vetëm zvërnecë dhe ka hyrë në protestë politike. Pse ka hyrë në protestë politike? Janë bërë disa kërkesa politike. Tani dal ngadalë ajo do vazhdojë të ngrihet. Është pak herët, sepse atje në Shqipëri gjithmonë kërkohet një protestë, një agjendë, çfarë do ndodhi me agjendë, kush është ku, kush është. Jo, kjo është thjesht, kjo është gjë më e bukur sepse është pakënaqësi që po ngrihet edhe ka marrë zjarre do ngrihet më shumë. Të gjitha këto do ndodhin, por është herët akoma mendoj. Jemi thjesht në 2 javët e para të kësaj proteste, është akoma shumë herët për të pasur një organizim kaq fuqishëm. Tash ka grupe interesi, patjetër është normale, gjithmonë do të ketë. Po si shpjegohet që gjithë këto vendet e përcaktuara turistike i kanë zënë oligarkët? Pra njerëzit kanë tokat e tyre, Rama thot paketa e maleve, kurse për t'i marrë tokat, t'i marrin oligarkët. Që kjo është diçka e përgjithshme, nuk lidhet drejt me Zvërnecin apo me Sazani nuk po e kundërshton shumë, po këtë Zvërnecin po e kundërshton. Sazani është tokë shtetërore, edhe ato krijuan një ligj urgjent për atë punë.
Çfarë po thonë është shumë gjë e lezetshme dhe e drejtë, sepse aty rënja është ai investimi strategjik që po shitet 1 metër katror me 1.000 lekë, është kjo paketa maleve. Po ndodhin këto gjëra, ndodhin sepse aty në Shqipëri është hequr, nuk mund të bësh dot koalicion për zgjedhje. Partitë hyn me listat mbyllura. Përsëri ke 2 partitë me kult, do të thënë kush e reprezenton popullin zgjidhet nga kryetari, nga lideri i kultit, edhe është një sistem i mbyllur. Duke qenë një sistem i mbyllur, këto janë gjëra që do ndodhin. Pra, unë sugjeroj ose mendoj, ju jepin opinionin tuaj që duhet ketë një kërkesë të anulluar të marrëveshjes së 2008-s. Pa zgjidhja të nuk zgjidhen problemet politike. Ose një marrëveshje të re. Nuk ka nevojë të anullosh atë, një marrëveshje të re. Në Shqipëri fatmirësisht Zotit ka lind shpresa. Kjo protestë ka treguar që rinia shqiptare nuk është në gjumë, ashtu si e duan Rama dhe Berisha. Është mbytur ai miti që shqiptarët nuk çohen. Ato njerëz që dalin protestë, ato njerëz e kanë futur Shqipërinë në BE. Ajo është kartolina më e bukur për BE. Unë mendoj që mbas kësaj proteste, me këtë që është bën në Shqipëri dhe në diasporë, ne e kemi merituar që të futemi në BE. Sepse ajo është një protestë që ti e sheh në Paris, në Gjermani, në Londër. Ajo është protestë qytetare europiane, jo e dhunshme, por për rinia çohet kundër një klase politike. Dhe nëpërmjet surveys, statistikat që janë bërë pyetësor, që a jeni pro SPAK-ut, vetëm 30% e të anketuarve kanë thënë që janë kundra SPAK-ut dhe 70% kanë thënë që janë pro SPAK-ut. Më ti ke 70% popullsisë që është pro SPAK-ut, do thotë që është kundra 2 partive të forta. Domethënë tregu elektoral është 70%. 70% e shqiptarëve janë pro SPAK-ut, do thotë kundra PD-PS. Prandaj që unë e shoh, ky është shansi i vetëm edhe i fundit që Shqipëria ka me heq Ramën dhe Berishën. Qofse ato nuk hiqen me këtë rast, atëherë shpresa do vdesi dhe ai vend do mbetin, domethënë do jenë shërbëtor të një grupi oligarkësh dhe gjithë do dëshirojnë të hiqin italianët vend. Kjo lëvizje s'kërkon vetëm me heq Ramën dhe Berishën si individ, kërkon të lëvizjes sistemes, edhe kjo duhet ta shpjegoj që edhe njerëzit ta kuptojnë drejt. Nuk është tifozllik që do heqim Sali Berishën, do heqim Edi Ramën. Kërkohet Shqipëria e re, kjo është pankarta që kjo është një brezëri. Me fjalë të heqim qelizat e vdekura, duhet një brezëri, nuk ka tash do bëj një provokim pak konspirativ. Pse pikërisht në këtë kohë ju hoq non grata Berishën, se kam për ju? Po, ka disa, domethënë, pika, nga ana mund të mos jetë vetëm rast i izoluar, sepse gjithë lista e zezë u hoq nga Departamenti i Shtetit. Domethënë, ishin disa individ ndërkombëtarisht që u hoqën nga listat non grata, jo vetëm Berisha. Kjo mund të jetë një arsye. Arsyeja tjetër është muhabeti i thellë, kur i thonë, se nuk e dim se çfarë e vërteta e hollësishme është se nuk e dim se çfarë planesh ose çfarë diskutimesh po ndërmerren pas dyerve të mbyllura në agjësitë e ndryshme si amerikane, si jo amerikane. Domethënë, kjo punë e agjenturave është punë e ditur, nuk ka ose interesave speciale të grupimeve të ndryshme. Nuk besoj se heqja e non gratës Berishës ka lidhje me interesin amerikan për të vënë një Berish të ri në krye, sepse jam dakord me mendimin e Erit në fillim, që Rama është në atë pikë të karrierës politike të vet, që i intereson shumë një marrëdhënie e ngushtë me Trumpin dhe me familjen Trump, gjë që është pozitive për vetë Trumpin. Dhe për sa i përket politikës amerikane, besoj që politika amerikane është kapur paksa e çorientuar me këtë situatë në Shqipëri, që pse ndodhi dhe ku do të shkojë. Dhe amerikanët janë shumë të llogaritur për këtë punë. Dhe Shqipërinë nuk e shohin më si një pjesë të puzzle-it vetjak, e shohin si pjesë të planit të përgjithshëm evropian.
dhe ai do të jetë, domethënë, përcaktimi që do të jap drejtim Shqipërisë për sa i përket politikës amerikane. Me datën 4 korrik vjen ambasadori i ri amerikan. Berisha kishte një intervistë sot që apo dikush thoshte që është i ftuar në takimin e pritjes, po është kryetari i opozitës, sidoqoftë. Tani të ndalemi sik tek diaspora jonë, ne këtu. Ju organizuat një në kohë me lajmërim mjaft të shkurtër një miting proteste pranë Balkan Center javën e kaluar për të solidarizuar me protestat në Tiranë. Si u zhvillua takimi dhe çfarë mësimesh nxorët për një protestë tjetër? Po, ishte spontane edhe me kohë shumë shkurtër, short notice. Po prapë se prapë neve na erdhi një përfaqësim nga unë, ishin njerëz që unë vetëm 5 njerëz nga ato 200 ose 300 individ i njihja. Gjithë ishin nga qytete ndryshme të Shqipërisë që nuk isha pas njëherë në jetë time. Ajo më bë ndjesh shumë mirë. Domthonë, njerëzit duan të mblidhen, e diskutojnë, e të flasin për situatën në Shqipëri dhe të kontribuojnë në mënyra ndryshme. Domethënë, dhe mua më pëlqen sepse nuk do të jetë vetëm një grup trish që vin me ide, po duhet vinë dhe ide nga vetë njerëzit. Dhe ideja është që ne do bëjmë prap town hall meetings ose protesta duke u rritur në numër edhe më të mirë organizuar. Do të jenë më të mëdha, por duhet kemi shumë kujdes që protesta jon ose këto town hall meetings mos të keq përdoren nga aktorët anti-shqiptarë, që duan të prishin protestën ose duan që Shqipëria të humbi pikë në sytë e administratës amerikane. Të thuash atë që ndodhi me protestën, rastin e Pogradecit, unë do t'ju kërkoj ndjes pasi miku jon Reginaldo ka një appointment tjetër, do na shkëputet, por është i mirëpritur në çdo takim tjetër. Ju faleminderit Reginaldo që morët pjesë. Faleminderit ju. Ju organizuat këtë takim. Pati aty përpjekje për të penguar apo për ta denigruar qëllimin apo për ta paraqitur si aktivitet tjetër? Po, fatkeqësisht pati direkte. Në momentin që unë postova në Facebook lajmërimin për protestën, një account fake, një account domethënë falso, bëri një postim edhe ajo për protestë po atë ditë, por në orën 2 drekës. Kjo ishte në orën 5, në orën 2. Dhe bënte komente që mos shkoni ke kjo protestë, po hajdeni ke protesta tjetër, për ta sabotuar. A ishte marrë leje për atë protestë? Jo. Dhe disa njerëz që u bën confused, shkuan këtë dyja. Ke kjo protesta në orën 2, ke kjo account fake, shkuan rreth 12 veta, 15 veta. Dhe këta njerëz shkojnë atje dhe ky organizatori as nuk paraqitet. Po cili është ai apo s'di? Nuk e dim. Edhe biles mendoja një herë që ta raportojnë në polici, që policia ta gjetë që ta dimë në komunitetin shqiptar kush është ky person që e bën këtë. Kush është ky patronazhist specialist. Dhe njerëzit po qëndronin aty dhe nuk dinin kush është organizatori dhe më e keqja i vjen policia. I vjen policia atyre atje dhe i kërkon llogari, pse jeni mbledhur ju këtu, çfarë po bëni ju këtu, që s'keni marrë leje. Dhe ata thanë, neve na ka thirrë dikush online, kemi ardhur këtu dhe kaq dim. Po kjo është era e parë, po duhet kemi parasysh edhe herë tjetër. Po, kjo është për, domethënë për skem Netflixi. Pastaj, edhe në protestën tonë, në PES, kishim njerëz që më vonë e kuptuam që nuk ishin komunitetit këtu, po kishin ardhur nga Shqipëria. Nga Shqipëria, antar një partie, kryetari një partie kryesore në Shqipëri, vjen aty
jep një speech dhe e regjistron dhe e nxjerr ke Facebooku vet publik që partia jonë ka filluar takimet në komunitetin diasporës, që e transmeton si Pra ndryshon drejtimin komplet kur kjo lëvizje është jo partijake, është kundra dy partive. Ato duan të bëjnë sikur kanë filluar ato takimet me diasporën. Eri, si mendon, do të bjerë, do të ulet ritmi i protestës, apo do ashpërsohet? Protesta do ashpërsohet. Do ngrihet. Do ngrihet më shumë, do ngrihet në Shqipëri, po do ngrihet edhe këtu në diasporë. Jo vetëm në Shqipëri, po në gjithë vendet ku ka shqiptarë. Jo, sot kishte edhe në Australi madje. Patjetër, sepse do jetë moto dhe është moto adeo mbi partinë. Këto cicmicët e partive do të zhduken nga dali, sepse shiko se është puna. Ne jemi shqiptar, edhe duke qenë shqiptar ne kemi një diçka në genin tonë, që jemi krenar, jemi popull krenar. Edhe nuk pranojmë të shtypemi. Pavarësisht se në historinë tonë të vjetër jemi shtypur. Jemi shtypur edhe kemi kaluar shumë vujtje. Kemi kaluar një nga diktaturat më të egra të botës. Duam të jemi vërtet të bëjmë diçka të mirë për vendin tonë, duhet të jemi të lirë. Edhe jemi krenar, siç e nisa. Edhe derisa jemi krenar, kjo krenari duhet të shfaqet nga të gjithë adheu mbi partinë. Çfarë do të thotë? Do të thotë nuk do të jemi thjesht ajo krenaria që bëjmë shqiponjën ose sa mirë me qenë shqiptar, hajde veçim bluzën, shkojmë se po lush Shqipëria në stadium. Jo. Krenar që jemi shqiptar do të thotë që të gjithë nga rinia, edhe nga prindërit tanë, gjyshërit tanë, të mblidhemi edhe të mësojmë brezin e arshëm dashurinë për adeun. Çfarë do të thotë kjo krenari, jo vetëm thjesht krenari rrjetet sociale, po të jetë në akte, edhe të mblidhemi dhe ta ngrejmë zërin që ai vend të eci përpara, sepse shiko, ne jemi mërgjimtar, edhe në një mënyrë ose tjetër jemi me valixhen dorë. Unë kam ardhur në Amerikë në vitin 2000, do të thënë isha thjesht 15 vjeç. Kaq vite se kam jetuar unë në Amerikë, unë këtu e quaj veten time refugjat akoma, sepse në biseda kështu në biseda me rrethet mbyllura gjithmonë thuaj do të jesh 600 vjet në një vend që quhesh je nga ai vend. Ne jemi këtu refugjat. Tani ka ardhur koha që edhe kur shkojmë në Shqipëri, na thënë, ama se edhe këtu refugjat jeni sepse jeni shumë të disconnect. Jo, ne jemi krenar, jemi shqiptar, do të mësojmë brezin e arshëm, duhet të organizojmë komunitetet që me aq krenari sa kemi, të japim ato brenda mundësive që kontributet e jona për adeun, që kur shkojmë dhe ne atje, tjetë aja dhe edhe i joni, sepse është, ne si komunitet kemi numrat, kemi vizionin, jemi të shkolluar, pse mos shkojmë edhe ne atje të investojmë, të kontribuojmë për vendin tonë. Por gjitha këto gjëra duan pak organizim, duan pak vullnet, edhe duan pak një mesazh të pastër që është adheu mbi partitë, që të gjithë të bashkohemi për adeun, e të gjithë të japim kontributat tona që të ecim përpara. Sepse i kemi këto mundësi, pse mos i shfrytëzojmë. Të gjithë komunitetet e tjera, të gjithë vendet e tjera bëjnë të njëjtat gjëra për adeun e tyre. Edhe adeu jonë është shumë i bukur dhe unë bëj thirrje, sidomos rinis këtu që janë të shkolluar, janë rritur me një vizion të hapur, edhe të bashkohen me të gjithë shqiptarët që të bëjmë diçka edhe ne për këtë Shqipëri të re, sepse është e rëndësishme. Alban, ne folëm për jahunën në mediat botërore, por pak po shohim jehon nga qeverit, Bashkimi Evropian, vendet e tjera. Çfarë mesazhi duhet ketë edhe për nga këto BE-ja dhe vendet tjera kur Shqipëria synon të aderojë? Besoj se mesazhi duhet të jetë pozitiv pro rinisë shqiptare, por në të njëjtën kohë ne kemi jehon nga qytetarët evropian. Ne kemi turista që janë tani në Shqipëri, që kryeministri Rama tha kjo protestë do t'i tremi turistat. Është keq për turizmin. Ne kemi turista që i bashkohen protestës. Ne kemi turista që kanë zgjat biletat
që kanë qëndrojnë më shumë tani për protestës, sepse është një gjë e bukur, është një gjë europiane, demokracia, protestat janë vlera europiane. Dhe ne kemi turista që thonë, kishe një video sot, dikush e pyet një italiane, i thot, a keni frikë nga ne, nga protestuesit? Jo vetëm që nuk kanë frikë nga ju, po vi adoro, ne ju adhurojmë. Sepse ajo është çfarë bëjnë europianët në Europë. Atë bëjnë italianët në protestat e tyre në Europë, atë bëjnë gjermanët në Europë, atë bëjnë holandezët në Europë. Domethënë mesazhi nga Europa është dhënë. Mesazhi nga qytetarët, nga turistat është dhënë që janë pro rinis, janë kundra klasës vjetër, edhe europianët, edhe administrata europiane don të bashkëpunojë me një klasë jo të korruptuar. Don një klasë të re në politikën shqiptare, don të ri që janë arsimuar në Perëndim, janë arsimuar në Europë, në Amerikë, dhe krijojnë marrëdhënie qeveritare dhe biznesi me një klasë, me një Shqipëri të re, jo me një Shqipërinë e vjetër. Më falë se po ndërfos, edhe në kanalet zyrtare, qeveritë evropiane janë futur shumë në Shqipëri tani. Shiko, ne e pam që ndodhi me portin e Durrësit. Ne po e shikojmë që ndodhi me rastin e Belinda Ballukut. Këto janë fakte që po ndodhin, domethënë edhe Evropa po thotë një minutë, çan këto investime që strategjike për Shqipërinë sepse jemi vend antar NATO, edhe çan këto investime strategjike që asnjë nga vendet e Bashkimit Evropian, vendet e NATO-s po marrin këto projekte, po dalin kompani që janë shallë, që nuk njihen, që nuk dihen, edhe po marrin këto investime. Evropa po flet edhe po flet shumë qartë, edhe nëse e shikoni kryeministri ka qenë në një dalin nga vetvetja. Edi Rama është nga orat më të mëdhenj që ka Shqipëria për mendimin tim, din të navigoj. Për këto kohë të fundit ka dalë pak nga radara, nuk po din të orientohet. Edhe nuk është thjesht koincidencë, është presion i madh sepse Evropa po flet edhe po flasin të gjithë shtetet në mënyrat zyrtare sepse çfarë po ndodh atje është Nëse Alban, nëse ke një pyetje për zotin Rama, cila do të jetë ajo? Do t'i thoja, bëj një shërbim kombit tënd. Fundi i kësaj historie dihet. Ai ose do të hiki në mënyrë disgrace, domethënë të dëroj popullin e vet, ta hudhë, ta kapi, ta tërheqë zvarr, siç e tërhoqi ajo banda atë njeriu zvarr, ose populli do të tërheqë zvarr, ose bëj diçka pozitive që ta t'lesh një legacy të mirë. Bëj diçka për vendin. Dhe çfarë duhet bëj ai, po t'jetë me vërtet adetar. Nuk shansi që unë nuk besoj se ai është adetar. Por shpresoj që të ma provoj të kundërtën. Shpresoj që të ma provoj të kundërtën, që të tregohet adetar. Ai duhet t'japi dorëheqjen që populli mos ta carohet, që mos bëhen protesta, të agravohen protestat, të bëhet dhunë, të digjet diçka, të jetë një rotacion politik paqësor dhe ajo do jetë kartolina më e bukur që ne të futemi në BE. Eri, për ta mbyllur? Mesazhi im për zotin Rama do ishte kjo. Ju jeni një pjesë e Partisë Socialiste, pavarësisht bindjeve, por Partia Socialiste ka prodhuar gjithmonë debat. Ka provuar që është një parti e debateve. Edhe më kujtohet zgjedhjet e fundit të Partisë Socialiste kanë qenë midis Pandeli Michaels edhe Fatos Nanos, edhe kanë qenë një debat shumë i fortë Partisë Socialiste. Nëse Edi Rama vjen nga një parti e tillë, atëherë ai duhet ta kuptojë që ka bërë disa gabime shumë të rënda. Domethënë e ka bërë një parti që nuk ka mosgjedhje, është vetë i pari, edhe e dyta ka ndjekur për të njëjtën frymë duke ne në pushtet. Ai vërtet ka marrë 800.000 vota, por tani është koha për ndryshim, tani është koha që zoti Rama jo individualisht, por ai arku i rilindjes, le ta quajmë, duhet hapi krahun sepse Shqipëria ka nevojë për leadership të ri. Ju faleminderit që ishit pranishëm në studio për horizontin e bisedës, për mënyrën si trajtuat çështjet, edhe për nismën që keni marrë që
të kemi edhe një protest këtu në diasporë që diaspora mos të ndihet vetëm kur të votoj, po të ndihet edhe për momentet e tjera që janë decizive për të ardhmen e kombit ton, për të ardhmen e Shqipërisë. Ne ju ftojmë edhe një herë pas ndonjë proteste tjetër të jeni këtu me të ftuar të tjerë. Besoj ta kemi edhe më të zgjeruar pjesëmarrjen e debatit, por edhe me individ të tjerë të cilët kanë mendime të kundërta që nuk janë të vlefshme këto protesta, po prishin klimën e investimeve amerikane. Edhe njerë ju faleminderit që ishit në emisionin tonë dhe miru takofshim. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument, do takohemi në emisionet të tjera me të ftuar të tjerë. Natë mirë.